Ato u bën 9 vende që e kundërshtuan me shumë argumente dhe shumë çështje votimin e këtij raporti. Pa votimin unanim të këtij raporti, Shqipëria nuk mbyll asnjë kapitull, çka do të thotë procesi i integrimit për momentin është vend numëro. Kështu e nisi fjalën e tij kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një bashkëbisedim në rrjetet sociale me qytetarët. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama si shkaktarin kryesor të ngadalësimit të procesit të integrimit. Me Edi Ramën integrim nuk ka. Edi Rama është një armik i egër i integrimit dhe mbrojtës i interesave të tij. Kryedemokrati u ndal edhe te çmimi aktual i naftës, ku theksoi se duhen përgjysmuar urgjent taksat mbi naftën. Kështu që është emergjente përgjysmimi i taksave. Absolutisht nuk ka asnjë mundësi tjetër për të ndihmuar qytetarët përveç përgjysmimit të nivelit absurd të paimagjinueshëm të taksës. I pyetur se ku gjendet opozita me përgatitjet për zgjedhjet lokale dhe kandidatët përkatës, Berisha u përgjigj kështu. Opozita ka filluar punën dhe së shpejti përfundon procesin e analizës dhe zgjedhjeve brenda partisë dhe ne do bëjmë gjithçka për kandidaturat më të mira. Në përfundim të fjalës së tij, kryedemokrati bëri edhe një herë thirrje për qytetarët të bashkohen protestës së 17 prillit.